Hojtji vjen në Shkup një ditë më herët, do të takojë presidentin Ivanov dhe kryetarin e kuvendit Talat Xhaferin. Përfaqësuesit e SBA-s, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s në Shkup kërkojnë nxjerrjen e dhunuesve përpara drejtësisë. Prokuroria Publike e Zvërlevskit thotë se nuk janë konfirmuar vepra penale nga protestuesi gjatë trazirave në kuvend. Asamblea Parlamentare e NATO-s e shqetësuar për situatën politike në Ballkan me theks të veçantë në Maqedoni. Mbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Dhuna në kuvend ka përshpejtuar ardhjen në Shkup të zëvendës ndihmës sekretarit të Shtetit Amerikan për Europë dhe Eurazi, Hoyt Bryan-Yi. Nga ambasada e SBA-s në Shkup informojnë se Yi do të takohet me presidentin Gjorge Ivanov, kryetarin e parlamentit Talat Xhaferin, liderët e partive politike Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti, Bilal Kasami, Vesel Mehmeti dhe Menduh Thaçi, si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetit diplomatik. Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Hoyt Bryan-Yi, ka shpejtuar ardhjen e tij në Shkup si dhe ka zgjatur agjendën e qëndrimit të tij. Diplomati amerikan pritej të vizitojë Maqedoninë më 1 maj dhe të qëndronte vetëm një ditë, ndërsa sot zyrtarisht njoftuan nga ambasada e SBA-ve në Shkup se Hoyt-Yi do të aterojë në Shkup të dielën dhe do të qëndrojë për 2 ditë. Risi e kësaj vizite do të jetë po ashtu edhe takimi me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, nga kabineti i të cilit ditë më parë patën thënë se nuk ka kohë të takojë zyrtarin e lartë amerikan. Përveç Ivanovit, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan do të takojë edhe kryeparlamentarin e posaçëzgjedhur Talat Xhaferin dhe liderët politik të vendit. Hoyt Bryan-Yi, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, do të vizitojë Republikën e Maqedonisë më 30 prill dhe 1 maj 2017. Zëvendës ndihmës sekretari Yi do të takohet me presidentin Gjorgje Ivanov, kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi, liderët e partive politike Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti, Bilal Kasami, Vesel Mehmeti dhe Menduh Thaçi, si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetit diplomatik. Në takime do të diskutohet për statusin e formimit të qeverisë, marrëdhëniet dypalëshe dhe reformat e nevojshme për integrim euroatlantik. Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Yi do të japë deklarat për mediat pas ditën e 1 majit, pas përmbylljes së të gjitha takimeve në Shkup. Ambasada e SBA-s, delegacioni i Bashkimit Evropian, misioni i OSBE-s dhe zyra NATO-s në Shkup kërkojnë zbardhje urgjente të sulmit mbi parlamentin e Maqedonisë dhe nxjerrjen e autorëve përpara drejtësisë. Në takimin e zhvilluar mbrëm, sulmin ndaj parlamentit ndërkombëtarët e kanë vlerësuar si sulm ndaj demokracisë. Sulmi i Tejtës në kuvend ka qenë shkak i takimit të shefave të delegacionit të BE-s, ambasadës së SBA-ve, misionit të OSBE-s dhe zyrës së NATO-s në Shkup. Nëpërmjet një komunikati të përbashkët, ata një zëri kanë dënuar këtë ndodhi, si dhe kanë kritikuar autoritetet e Maqedonisë që dështuan të parandalojnë të njëjtën. Sulmin ndaj kuvendit ata e kanë vlerësuar si sulm ndaj demokracisë. Fuqishëm e dënojmë sulmin e organizuar ndaj parlamentit që u bë më 27 prill. Shprehim shqetësimin ton serioz ndaj dështimit të autoriteteve për ta parandaluar të njëjtin dhe për të siguruar sigurinë e nevojitur për deputetët e parlamentit dhe gazetarët prezent në vendngjarje. Sulmi ndaj një institucioni shtetëror i cili paraqet zemrën e demokracisë është sulm ndaj vetë demokracisë. Mëtej ata kanë theksuar se presin që këto vepra penale të hetohen në mënyrë sa më të shpejtë. Organizatorët dhe autorët e sulmit të sillen para drejtësisë dhe gjyqësorit të veprojnë në mënyrë të pavarur. Për më shumë, ne gjithashtu shpresojmë se institucionet shtetërore në mënyrë ekspeditive do t'i sjellin të gjitha konkluzionet dhe do të ndërmarrin masat e duhura. Ju bëjmë thirrje të gjitha aktorëve të sillen me përgjegjësi dhe të kontribuojnë për një proces të qetë demokratik, i cili duhet të lihet të marrë rrjedhën e vet. Ndërkohë qytetarëve u kanë bërë thirrje të mbeten të përmbajtur
tu shmangen provokimeve dhe të mbeten të qetë. Sipas tyre, dhuna nuk është mënyra për përparimin e shtetit apo shoqërisë. Prokuroria Publike e Marko Zvërlevskit deri tani nuk ka parë vepra penale në dhunën e ushtruar në parlament nga protestuesit. Ata thonë se po mbledhin provat e nevojshme për të parë nëse mund të bëhet kualifikim specifik ligjor i veprës penale për ndonjë nga sulmuesit. Ndërkohë nuk ka ndonjë informat të re nga Ministria e Punëve të Brendshme nëse ka të arrestuar të tjerë nga mesi i protestuesve. Zyra e prokurorit publik njofton se deri më tani nuk ka bërë asnjë kualifikim të ndonjë vepre penale nga dhuna e ushtruar ndaj deputetëve dhe gazetarëve në kuvend. Nga kjo prokurori thonë se vendosja e kualifikimit specifik ligjor për ndonjë person për të cilin do të vërtetohet se ka kryer vepër penale do të bëhet pas mbledhjes së provave të nevojshme dhe verifikimit të fakteve. Informojmë opinionin se Prokuroria Themelore Publike e Shkup nuk ka bërë asnjë rikualifikim të çfarëdo vepre penale dhe se deri më tani informatat e publikuara në një pjesë të mediave janë spekulime. Numri i personave të privuar nga liria, veprimet konkrete të organeve hetimore, si dhe veprimet e mëtejme që do të ndërmeren, Prokuroria Themelore do t'i komentojë opinionit kur do të krijohen kushte për atë dhe kur prokurorët publik kompetent do të mbarojnë me verifikimin e fakteve. Nga prokuroria sqarojnë se janë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe se punojnë në identifikimin e pjesëmarrësve në aktet e dhunshme në kuvend. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka asnjë informat rreth hetimeve të sulmit të së njëjtës në kuvend. Kreu i këtij institucioni Agim Nuhiu dje tha se ka kontaktuar edhe me prokurorin publike me qëllim të sigurimit të materialeve të nevojshme për zbardhjen e ngjarjeve. Ndërkohë, si pasojë e sulmit në kuvend, gjithsej 102 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Në spitalin e qytetit ndihmë mjekësore kanë kërkuar gjithsej 70 qytetar, 22 policë dhe 3 deputet. Gjithashtu, në kazermën e Gjorgje Petrov ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe 7 qytetar të tjerë. LSDM-ja ka kërkuar që sulmuesit e deputetëve dhe gazetarëve në kuvend të ndiqen për terrorizëm, vepër e cila dënohet deri në 10 vite burg. Zëdhënësi i kësaj partie Petre Shilegov tha se LSDM-ja posedon argumente dhe dëshmi, si dhe kanë identifikuar edhe sulmuesit e maskuar. Ai kujtoi Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike se tani më është dita e tretë pas incidentit të dhunshëm dhe kërkoi që të mos gënjejnë arsye për zvarritje të mëtejme. Mos gjejnë arsye për zvarritje të mëtejme. LSDM-ja tha se të njëjtën në kuvend, sulmuesit kanë pasur për qëllim vrasjen e deputetëve dhe kanë prishur rendin kushtetues në vend. Socijaldemokratska Socialista Makedonia posedува serioze. LSDM posedon dëshmi serioze që dëshmojnë se të njëjtën në kuvend është kryer vepër penale, rrezikim terrorist i rendit kushtetues të Maqedonisë dhe sigurisë. Kemi fotografi, video materiale dhe argumente të tjera dhe e dim kush janë njerëzit që me dhe pa maska kanë kryer tentim për vrasje të deputetave në kuvend dhe që kanë sulmuar gazetar dhe të punësuar në kuvend. Dëshmit do t'i deponojmë në institucionet kompetente. Në opinion tashmë ka pamje të regjistruara nga mediat, deputetët dhe të pranishmit e tjerë në kuvend, ku qartë duket një pjesë e sulmuesve dhe veprat e tyre. Kujtojmë që MPB dhe Prokuroria Publike të mos zvarisin dhe të mos kërkojnë arsyetime edhe 3 ditë pas incidenteve dhe me njëherë të veprojnë për konfirmimin e përgjithësisë. Imame fotografi. Pas akteve të dhunës në kuvend, në Shkup kanë zbarkuar një numër i madh i ekipeve të mediave nga rajoni dhe bota. Televizioni Shenja intervistoi disa nga gazetarët e pranishëm sot para kuvendit, të cilët thonë se zhvillimet në Maqedoni kanë shqetësuar edhe qytetarët e vendeve fqinje, të cilët janë në pritje të epilogut të kësaj situate. Disa nga televizionet rajonale thonë se janë këtu për të pastruar edhe dezinformatat e lansuara nga media dhe portale të cilat ditët e kaluara kishin publikuar lajme senzacionale dhe shumë të pavërteta. Zhvillimet e fundit politike si dhe incidentet e dhunshme në kuvend kanë gjallur interesim të madh edhe tek mediat e rajonit dhe ato botërore, disa prej të cilave tani më kanë sjell në Shkup edhe ekipet e tyre të reporterave.
Sot para kuvendit ndodheshin disa nga mediat rajonale nga Greqia, Serbia, Bullgaria, por kishte edhe ekipe nga Rusia dhe media të tjera ndërkombëtare. Më të interesuara dukeshin mediat nga rajoni, ndërsa disa nga gazetarët që intervistuam thanë se zhvillimet në Maqedoni kanë ngjallur shumë interes në vendet e tyre për shkak të ndikimit të tyre edhe në marrëdhëniet mes shteteve në rajon. Ne kemi ardhur dje për shkak të situatës, protestave dhe gjitha zhvillimeve këtu. Neve na interesojnë zhvillimet këtu sepse janë të rëndësishme edhe për marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Gordana Bjeletish nga televizioni N1 që transmeton program në Serbi, Bosnjë dhe Kroaci, e cila tani e 2 vite raporton nga Shkupi për zhvillimet më të rëndësishme që ka kaluar vendi, thot se problemi i Maqedonisë ka shqetësuar edhe qytetarët e rajonit. Bjeletish thot se një nga arsyet e angazhimit të tyre është që të demantojnë spekulimet të cilat vinë sipas saj nga media që nuk kanë as gazetar në Shkup, ndërsa friksojnë qytetarët e vendeve fqinj me dezinformata të ndryshme. Ja radim za mediji koji u 3 zemlje, dakle i u Srbiji. Unë punoj për media që vepron në 3 shtete, Serbi, Bosnjë dhe Kroaci. Ka interesim të madh për atë që ndodh në Maqedoni. Nuk mendoj vetëm për senzacionalizimin, por keni edhe shumë tituj të papërgjegjshëm. Ka media që nuk kanë as korespondent këtu, ndërsa dezinformojnë se gjoja këtu ka luftë dhe friksojnë njerëzit. Prandaj, mendojmë se duhet të kemi raportime që do të qartësojnë qytetarëve tanë çfarë realisht ndodh këtu. Të gjithë jemi fqinj dhe nuk është njëjtë për njerëzit tanë nëse dëgjojnë se këtu bëhet luftë. E dim se të gjitha vendet kanë një të kaluar të përbashkët dhe i lidh situata. Disa nga gazetarët dhe ekipet televizive thanë se në Shkup dhe në qytetet e tjera do të qëndrojnë për një periudhë më të gjatë. Në fokus të tyre është edhe formimi i qeverisë së re, si dhe zhvillime që do të shoqërojnë këtë proces. Qetë, por me forcat të shtuara policore, kështu duke i sot rruga rreth objektit të kuvendit, ku 2 ditë më parë protestues të dhunshëm sulmuan deputetët dhe gazetar në ambientet e institucionit më të lartë ligjvënës në vend. Rruga para kuvendit ishte liruar për komunikacion, pasi edhe policia kishte larguar edhe tenda që kishin ngritur protestuesit. Njësitë speciale të policisë kishin rrethuar objektin në të 4 anët, si dhe në të 3 hyrjet kryesore. Ndryshe ta njëjtën pas zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit, protestues të dhunshëm hyrën në kuvend ku sulmuan dhe lanë të lënduar një numër të madh të deputetëve dhe disa gazetarëve. Në momentet e protestave të dhunshme u konstatua prani tejet e ulët e policëve, ndërsa intervenimi i njësiteve speciale pasoi me vonesë prej 2 orëve. Maqedonia po gjendet në krizë të thellë institucionale pas vendimit të presidentit Ivanov që të mos e jap mandatin për formimin e qeverisë. Kështu theksohet në raportin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku thuhet gjithashtu se në Maqedoni vazhdojnë tensionet etnike. Për Ballkanin Perëndimor në përgjithësi thuhet se vazhdon mungesa e demokracisë dhe sundimit të ligjit, mbizotron korrupsioni dhe papunësia, ndërsa problem shtesë është edhe ndikimi i Rusisë. Me normën e lartë të papunësisë, korrupsionit, erozionit të shtetit të demokracisë dhe sundimit të ligjit, shpesh me ndërhyrjen e Rusisë në punët e shtetit, Ballkani Perëndimor duhet të mbështetet fuqishëm në integrimin e tij euroatlantik, thuhet në draft raportin e fundit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Ky raport e ka vlerësuar gjendjen në Ballkanin Perëndimor si të rrezikshme, ndërsa krizën politike në Maqedoni e ka vlerësuar si dekurajuese. Në raport janë adresuar kritika ndaj presidentit të vendit Gjorgje Ivanov për refuzimin e tij për t'ia dhënë mandatin liderit të opozitës Zoran Zaev. Situata në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë është akoma më dekurajuese. Presidenti Gjorgje Ivanov ka refuzuar t'i jep mandatin liderit të opozitës Zoran Zaev për të formuar qeveri, edhe pse Zaevi ka arritur marrëveshje me partitë shqiptare, të cilët i kanë dhënë koalicionit vota të mjaftueshme për të formuar shumicën. Më tej në raport thuhet se Ivanov ka refuzuar të jep mandatin edhe përkundër vërejtjeve të ndërkombëtarëve se kjo është në kundërshtim me demokracinë. Presidenti prandaj refuzon të jap mandatin koalicionit të partive që e përbëjnë qartë shumicën përkundër paralemërimeve nga BE dhe NATO, se kjo shkon drejt për drejt kundër kornizës së qeverisjes së mirë demokratike, po ashtu theksohet vazhdimësia e tensioneve etnike në atë vend.
Partia në qeveri e udhëhequr nga Nikola Gruevski, po ashtu ka refuzuar të largohet dhe vendi tani është futur plotësisht në një krizë institucionale. Formimi i qeverisë në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë ka ngelur në një vend. Në këtë draft raport të përgatitur nga Komiteti i Ekonomisë dhe Sigurisë së Asamblesë Parlamentare të NATO-s me titull Tranzicioni ekonomik në Ballkanin Perëndimor, thuhet se Ballkani Perëndimor mbetet një fushë me interes të veçantë për NATO-n. Megjithatë, theksohet se përveç çështjeve të brendshme, Ballkani Perëndimor po përballet me një shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa për gjendjen e demokracisë, raporti vën në dukje se niveli i zhvillimit demokratik në Ballkanin Perëndimor ka bërë hapa pas 6 vitet e fundit. Sundimi i ligjit është dëmtuar nga elita politike, e cila është duke përdorur këtë për përfitime personale. Më tej thuhet se në të gjithë rajonin korrupsioni, klientelizmi, manipulimi i votave dhe mashtrimi janë të gjitha të lidhura me problemin e kapjes së shtetit nga elitat me pak interes në avancimin e thelbit të demokracisë, edhe pse forma e demokracisë i përshtatet qëllimeve të tyre. Raporti arrin në përfundim se ka një rrezik shumë të lartë për Ballkanin Perëndimor të rreshqas në ideologji nacionaliste, duke shtuar se autoritarizmi nuk është një formulë e suksesshme ku problemi kryesor ka qenë mungesa e demokracisë. Ilir Meta është dorëhequr nga posti i kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim pas zgjedhjes për kryetar shteti. Kancelaria gjermane Angela Merkel do të takojë presidentin rus Vladimir Putin më 2 maj në Rusi, Siria dhe Ukraina në qendër të takimit. Kalojmë me zhvillimet të rajon bot. Ilir Meta është dorëhequr nga posti i kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa drejtimin e LSI-s do ta marrë Petrit Vasili. Lajmi është konfirmuar nga vetë kryeparlamentari gjatë një dalje publike nga ambientet e kryesisë së kuvendit në mesditë. Ndonse detyrimet e mia si president i ardhshëm nisin pas 24 korrikut, unë do të jap dorëheqjen sot si kryetar partie, ka deklaruar Meta. Kryeparlamentari ka thënë se ai do të vijojë të jetë kryetari i kuvendit të Shqipërisë deri në ditën e betimit si president i vendit. Pas zgjedhjes si president, Meta ka marrë urime nga presidentët e vendeve fqinje, si dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Bashkimi Evropian me 27 vendet duhet të qëndrojë i bashkuar gjatë negociatave me Britaninë e Madhe për Brexit, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pas mbërritjes në Bruksel për samitin e 27 vendeve të BE-s. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar si Bashkimi Evropian me 27 vende, vetëm kështu ne do të jemi në gjendje të përfundojmë negociatat, gjë që nuk kupton se bashkimi ynë është gjithashtu në interes të Britanisë së Madhe, deklaroi ai. Samiti i parë i Bashkimit Evropian me 27 vende pa Britaninë e Madhe, që do të mbahet sot, një muaj pas fillimit zyrtar të Brexit, i dedikohet përgatitjeve për bisedimet në të ardhmen me Londrën, ndërkohë që drejtuesit po përgatiten për të miratuar linjat e mëdha drejtuese që do të ndjekin negociatorët evropian gjatë 2 viteve të ardhshme. Tusk është përshëndetur për një mbështetje të fortë të gjitha institucioneve të Bashkimit Evropian dhe 27 shteteve anëtare. Ai rikonfirmoi se bloku kërkon një marrëdhënie të ardhshme të fortë me fqinjin, por theksoi se para se të diskutonin për të ardhmen duhet zgjidhur e kaluara. Talibanët kanë marrë vendin Zebak në verilindjet e Afganistanit dhe kanë vrarë 16 policë, raporton Agjencia Anadolu. Mohamed Yaftali, guvernatori i Zebakut, konfirmoi se talibanët 2 ditë më parë kanë sulmuar këtë vend. Përleshjet kanë zgjatur me orë të tëra, kurse pjesëtarët e forcave të sigurisë në fund u detyruan të tërhiqen dhe t'u lënë kontrollin terroristëve. Yaftali theksoi se kanë nisur fushatën për çlirimin e këtij vendi. Talibanët kanë deklaruar se në Zebak janë vrarë 16 policë dhe se kanë marrë kontrollin e plot të saj. Kancelaria gjermane Angela Merkel do të takojë presidentin rus Vladimir Putin më 2 maj në Rusi.
Njoftohet se bisedimet do të përqendrohen në luftrat në Siri dhe Ukrainë dhe çështje të tjera. Udhëtimi i Merkelit në qytetin Soçi do të jetë vizita e parë e saj në Rusi në 2 vjet. Udhëtimi vjen në një kohë kur tensionet midis Moskës dhe Perëndimit vazhdojnë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar rënd qysh në vitin 2014 kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nxitur revolt kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Në luftën që ka pasuar janë vrarë mbi 9.900 njerëz dhe ajo vazhdon pavarësisht një marrëveshjeje për anëpushim në të cilën Merkel ka pasur rol ndërmjetësimi. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen tuaj.